datës 20, data 20 qershor 2026. Kemi të bëjmë me një ditë të rëndësishme veçantë mbi ato çka ndodh dhe mbi ato çka janë. Lidhet shumë me ekonominë, lidhet shumë me stabilizimin dhe ndryshimin e madh që vjen drejt ekonomisë dhe çështjeve të mëdha financiare. Një nga ndryshimet më të mëdha që ka të bëjnë është ajo e punës, por edhe të biznesit, sepse lidhet me biznesin, lidhet edhe diçka shumë e rëndësishme mbi favorizimet dhe kuptimin e gjërave që kanë të bëjnë. Shenjat që ndikojnë shumë në këtë ditë të shtunë, që janë mjaft të ndikuese, rrezatuese përballë asaj çka kanë, janë shenjat e ajrit, siç janë binjakët, peshorja dhe ujorët. Ujorët e ditës të tretë që kanë një takim shumë të rëndësishëm për ditën e sotme, për sa i përket asaj çka janë dhe asaj çka duan të rregullojnë, të stabilizojnë në lidhje me ekonominë dhe blerjeve që kanë të bëjnë. Gjithmonë dita e shtunë, për sa i përket çështjeve